merrni ju pas këtij vendimi? Se që do t'jepet një mesazh që do të ketë një drejtësim me dy standarde, okay, do t'jepet. Po ju si do të ndërmerrni? Unë do dua të përshëndes edhe një herë tjetër qëndrimin zyrtar të ambasadës Shtetet Bashkuara të Amerikës javën e shkuar, kur kanë reaguar për një media tjetër, dhe qëndrimi i tyre ka qenë i prerë që ata mbështesin pavarësinë e institucioneve të drejtësisë dhe në këtë rast të gjykatës kushtetuese dhe sigurisht dënojnë çdo ndërhyrje në vendimarrjen e kësaj gjykate dhe trupës së saj. Kështu që pa diskutim pritshmëritë e opinionit publik janë mjaft qarta. Vendimi i gjykatës kushtetuese do duhet të reflektojë vullnetin edhe të organit akuzës, po edhe të gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit, për shkak të faktimit katërcipërisht të përfshirjes së zonjës Balluku në këtë aferë. Për shkak se tashmë janë bërë publike edhe faktet tronditëse nga kjo dosje, që nuk lën hapësirë për asnjë dyshim për sa i përket përfshirjes së Belinda Ballukut në aferën e tunelit Llogaras dhe jo vetëm, sepse janë edhe aferat e tjera, janë lotet e ndryshme të Unazës Madhe Tiranës janë në hetim dhe për informacion sigurisht ka një kallëzim në dinin time edhe për Tigrin 1 dhe për Tigrin 3, që kanë marrë 120 milion euro deri tani dy anije termocentrale në Vlorë, ka një sër kallëzimesh penale dhe kjo është e paprecedent për pothuaj të gjithë zinxhirin drejtues të gjitha institucioneve nën varësinë e zonjës Balluku, dhe kjo është e paprecedent në Shqipëri. Kështu që përmasat e këtij skandali, për mua, ja pamundsojnë gjykatës kushtetuese marrjen e një vendimi ndryshe nga vendimi që ka marrë gjykata kundër krimit dhe korrupsionit. Ja pamundsojnë, po ndërhyrja e zotit Rama mund të ndikojë qëndrimin e zotit Rama në gjithë këtë kohë në raport me çështjen Balluku, mund të intimidojë deri në performe antarët e gjykata gjykatës? kushtetuese me rastin Velia e tregoi që doli mbi palët. Që del përtej vullnetit kryeministrit. Zoti Velia dhe zonja Balluku dhe qëndrimi i zotit Rama nuk është i njëjtë. Do ta shikojmë që Velia dhe Balluku nuk janë një lloj sigurisht. Qëndrimi për ta ka qenë i ndryshëm i zotit Rama. Po patjetër, po edhe fuqia e tyre financiare dhe mediatike. Ne flasim për planin legal, plani politik është tjetër gjë. Janë të barabarta dhe janë të njëjta, kështu që sot me të vërtetë Erion Velia ka 9 muaj në burg, por para 9 muajsh nuk e gjykonim kështu zotin Velia dhe thonim që sigurisht fuqia e tij korruptive, financiare dhe mediatike ishte aq e madhe sa ndikonte. Unë personalisht jo se për shkak se kam udhëhequr atë aksion që kam udhëhequr, kam qenë i bindur, por opinioni publik kishte një lloj bindje që ky ishte një njeri i paprekshëm nga drejtësia. Ndërkohë, sot që flasim ka 9 muaj në burg. Dhe ka 14 akuza të ngritura. Tani, edhe zëvendës, aty po flasim për investimin më të madh Sorosit, ndërkohë për mbi 2 dekada, kështu që vlen më shumë se sa të bëjë Edi Rama zëvendës kryeministër. Kështu që thënë këtë, në këtë rast, edhe për Belinda Ballukun, unë mendoj do të prevaloj pa diskutim logjika dhe pavarësia institucionale e gjykatës kushtetuese. Nëse kjo nuk ndodh, pa diskutim do të kemi një jo vetëm drejtësi me standarde dyfishta, po një rënje kapitullim final të gjykatës kushtetuese dhe një dorëzim para krimit dhe korrupsionit të gjykatës kushtetuese. Si opozit? Na jepni mundësinë që ta shprehim me akte dhe jo me fjalë. Të gjitha i kemi të menduara, por na jepni mundësinë të shprehim me akte dhe jo me fjalë. Po pa diskutim që do ju ndjekim, po nuk në politikë vlen aktet dhe pa diskutim aktet tona do të jenë në mënyrë proporcionale dhe do t'i përgjigjen në mënyrë proporcionale edhe vendimarrjes së gjykatës kushtetuese. Okej. Faleminderit shumë zoti Kliçi për bisedën në studio, faleminderit shumë që ishit në këtë studio. Mirë, kemi përfunduar këtu, bëjmë një shkëputje publicitare, do të kthehemi pas pak bashkë.